Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ndoroi jetë të premten e djeshme në moshën 73 vjeçare. Prej disa ditësh ishte i shtruar në një spital privat në Tiranë, ku po trajtohej për probleme shëndetësore. Kryeministria njoftoi dje se Këshilli i Ministrave ka vendosur shpalljen zis kombëtare të dielën më 2 nëntor në respekt të kontributit të tij në jetën publike dhe politike. Homazhet publike dhe shtetërore do të zhvillohen po nesër në Pallatin e Kongreseve. Nano u lind më 16 shtator 1952 në Tiranë. U diplomua për ekonomi politike më 1974 në Tiranë. Në shkurt 1991, u zgjodh kryeministër, post që do ta merrte edhe 2 herë tjera. Më 30 korrik 1993, u arrestua për shpërdorim detyre dhe u dënua me 12 vjet burg. Dori nga burgu më 1997, 3 muaj më vonë mori postin e kryeministrit, vetëm për një vit dhe dha dorëheqje më 28 shtator 1998. U bë sërish kryeministër më 31 korrik 2002 deri në humbjen e zgjedhjeve në qershor të vitit 2005, kur edhe u largua përfundimisht nga politika. Fatos Nano përfaqëson një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit politik dhe ekonomik të Shqipërisë pas viteve 90. Si kryeministër, ai pati një rol të drejtë në drejtimin e reformave që shënuan kalimin nga ekonomia e centralizuar socialiste drejt ekonomisë së tregut të lirë. Ai ishte në drejtim të reformave të mëdha si liberalizimi i çmimeve dhe privatizimi fillestar i pronës, hapja ndaj investimeve të huaja, krijimi i marrëdhënieve me FMN dhe Bankën Botërore, ristrukturimin e sistemit bankar, privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore e tjerë. Po ashtu Nano do të mbahet mend si protagonist për afrimin me Bashkimin Evropian, investimet në infrastrukturë, rritjen e investimeve të huaja direkte dhe përmirësimin e klimës për biznes.